Qysh me u përballë me diagnozën e kancerit te nana? Mas pari, që kjo është njëna prej diagnozave më të rënda që mundesh m'i ia dhoni njerit e jo veç pacientit po edhe familjarëve të tij. Është shumë e vështirë se në qatë moment që dikush diagnostikohet me një smundje të rëndë te ti, ti njihesh fajtor, njihesh keq, njihesh sikur ki me hup, vazhdimisht njihesh i rrezikum, fillon me menu që momentet e fundit që je tu i kalu me ta mundesh mos me i pas mo, por kjo është krejt normale. Çka duhesh me bo është fillimisht mos me tentu me qenë hero. Nuk mundesh me ja largu as stresin, as ankthin, as frikën nanës, po mundesh me kon afër saj. Mundesh me qëndru afër saj, mundesh me shërby si një njeri që i rren afër në momentet më të vështira. Në ndë, duhesh me leju veten me i një emocionet. Nuk ka rëndësi nëse të bjen me kajt, nuk ka rëndësi nëse je i lëndum, e rëndësishme është që me leju veten me i përjetu emocionet se gjithçka që nuk shfaqet, grumbullohet e shpërthen dika tjetër. Edhe nën tre, duhesh me fol me dikën. Mos e majnë veti. Nuk ka rëndësi nëse është shok, nëse është familjar, nëse është psikolog, nëse është mjek, po duhesh me fol me dikën. Kur smuhet një person me një smundje që kaq të rëndë, nuk smuhet veç personi, smuhet krejt familja e tij. Prandaj është shumë e rëndësishme që me ditë qysh me u përballë. Nëse keni pyetje, ju lutem shkruani edhe kemi me tentu me ju përgjigj secilës prej tyne.